Atëherë, përshëndetje të gjithë. Kam nderin dhe kënaqësinë të jem këtu sot me ju, profesionist të mjekësisë estetike. Kam nderin dhe kënaqësinë të kem një profesioniste në krah, një mikesh të shtrenjtë siç është Eriona Sheu, emër i njohur në këtë fushë prej 20 e ca vitesh. Dhe sot ne kemi zgjedhur që të prezantojmë disa nga procedurat në mjekësinë estetike të realizuara me produkte të Mezoestetik. Përshëndetje, faleminderit që jeni prezent edhe po e konsumoni kohën tuaj me ne. Doktoresha që sa po foli në fakt është profesores Monika Fida, mjeke dermatologe, shumë e njohur në fushën e vetë, edhe përveç se e njohur në profesionalizmin e saj, këtë radhë ka ardhur edhe me një ofertë të shkëlqyer për profesionistët e fushës së mjekësisë me Mezoestetik. Unë e njoh Mezoestetik shumë hershëm, kam punuar prej vitesh, nuk i jam ndarë prej vitesh, jo vetëm për cilësinë e produkteve që ka ofruar, por sidomos për gamën e gjerë të produkteve. Gamë e cila ka ardhur gjithmonë në zgjerim vit pas viti. Dhe kam parë që produktet i përgjigjen më së miri kërkesave të mjekut, por edhe kërkesave të pacientit. Sepse duke e futur gjithmonë më shumë veten në fushën e bukurisë, secili prej nesh, dhe duke u profesionalizuar gjithmonë më shumë në këtë lloj fushë, patjetër që edhe kërkesat tona rriten. Por siç rriten kërkesat tona, rriten edhe kërkesat e pacientëve. Dhe ne duhet jemi gjithmonë gati për të përballur me kërkesat e pacientëve dhe për t'i plotësuar ato në çdo lloj game për të qenë paralel me gjithçka që ndodh në risit në perëndim, por tashmë edhe në lindje me zhvillimet e fundit që vijnë nga Azia. Pra, Mezoestetik do vi sot në këtë sesion, do fillojmë menjëherë duke e praktikuar punën dhe duke folur paralelisht, ndërkohë që punojmë edhe për inovacionet që ka sjell Mezoestetik. Unë kam kënaqësinë që të filloj e para me pacienten në thonjza, në fakt është kolegja ime, Genta. Genta sot do të bëj një trajtim të buzës, do bëjmë njëkohësisht edhe një mezoterapi të syve. Atë që desha të shtoj është që produktet që do të aplikohen sot kanë një karakteristikë të veçantë, veçanërisht fillerat. Janë lançuar në janar të vitit 2026 një seri e re fillerash, ku nuk bëhet thjesht fjalë për të mbushur zonën që ne duam të mbushim, pra të aplikojmë acidin hyaluronik. Bëhet fjalë për një risi, pasi në brendësi të fillerit ekzistojnë molekula të tilla, siç është për shembull acidi sucinik, i cili është biorivitalizues. Pra, me degradimin e fillerit gradualisht, degradon dhe acidi sucinik, por nuk degradon thjesht, ai jep impulse pozitive, ai jep biorivitalizim indeve përreth ku është injektuar. Pra, nga njëra anë kemi acidin hyaluronik i cili hidraton, ushqen, rivitalizon zonën, dhe nga ana tjetër kemi veprimin pozitiv të acidit sucinik në lëkurën përreth. Është një molekul shumë e njohur tashmë, është një risi dhe pikërisht kjo është brenda një shëringe të acidit hyaluronik Nexa që ne aplikojmë tek rasti konkret për shembull tek buzët e vajzës. Në slajdet keni të shënuara ku ndërhyet pikërisht. Pra, ne kemi në konsiderat që aplikimi i acidit hyaluronik në buzë nuk është thjesht aplikim për të realizuar një fryerje të buzëve. Tagrin kryesor në sot e kemi tek plakja e buzëve, te rivitalizimi i buzëve. Sigurisht që riformatimi luan rol në praktikën e përditshme, por ka ikur tashmë koncepti i aplikimit thjesht të acidit hyaluronik, pa patur kujdes në konturimin e kujdesshëm, rivitalizimin e kujdesshëm të pacientes që kemi. Në slajde do përpiqem që t'i ndroj her pas here që ju të kuptoni që pse është i veçantë si filler. Pra e theksoj dhe një herë, sepse ky filler lips të Nexës ka në përbërje të tij acidin sucinik. Ndërkohë që fillerat e tjerë, për shembull siç është filleri lifting, veç acidit sucinik, ka dhe përbërjes të tjerë NCTF-n ose retinal që jep rivitalizim të shtrirë në kohë. Pra nëpërmjet aplikimit të acidit hyaluronik, ne marrim dhe këto benefitet e tjera të biorivitalizimit nëpërmjet fillerave Nexa. Dhe po ta shikoni, kjo është menjëherë mbas aplikimit të fillerit të 2 javë mbas.
Shikoni ndarjen histopatologjike, çfarë vërem neve tek indet. 45 ditë më pas dhe shikoni tjetërsimin në ind në lëkurë 60 ose 75 ditë më pas. Pra shikoni kolageni, elastina, se si është formatuar, riformatuar, fibroblastet të përmirësuara në lëkurën e këtij pacienti. Dihet që acidi hyaluronik gjendet vetë në trupin ton, në lëkurën ton. Dhe në momentin e parë që ne injektojmë acidin hyaluronik, presim edhe reaksionet që do fillojnë do ndodhin pra aktivitetin e tij. Acidi hyaluronik që injektohet, pra që ofrohet industrialisht, krijon një lidhje, një proces lidhës me acidin hyaluronik që gjen në vetë lëkurën e trupit ton. Por nuk është vetëm kjo si lidhje. Është dhe një lidhje e dytë, lidhet me 6 deri në 1000 molekula ujë. Pra, rezultati që ne shohim në momentin e parë që bëjmë injektimin me acid hyaluronik nuk është rezultati final. Rezultatin final e presim që të ndodhi në 2 muajt në vazhdim. Rezultati parë është një çik konfundues në fakt, sepse në fillim ne shohim edhe edemën e shpimeve, varet nga numri i shpimeve, varet nga konsistenca e fillerit, pra çfarë lidhje ka apo jo, dhe kjo bën që në fillim pacienti të krijojë një lloj frike, për shembull kur flasim për buzët, meqense ato do demonstrojnë sot, dhe krijon një lloj frike, ua mos i kam shumë të fryra etj. Madje ekziston një lloj shakaje mes nesh, pacienti merr mjekun në 48 orët e para, edhe i thot, doktori kam shumë të fryra buzët. Thot mjeku mos u shqetëso, është efekt 48-72 orët e para. Pas 72 orëve i kam shumë bukur, më pëlqejnë jashtëzakonisht. Perfekt, thot doktori, më bëhet shefi. Pas një muaj, më ka ikur fare, s'ka më filler në buzë, dua t'i bëj prap. Do të thënë, është në proces të vazhdueshëm ndryshimi. Edhe si pasojë e efektit të menjëhershëm nga aplikimi i produktit dhe sidomos nga injektimet apo nga trauma që bëhet me lëkurë, por edhe si pasojë e proceseve që vazhdojnë të ndodhin pasi është injektuar filleri në lëkurën tonë. Atëherë Monika, ne kemi Neja lifting, Neja lips sot, lips me 20 mg acid hyaluronik, me lidokain dhe acid sucinik në brendësi të tij. Është e paketuar në këtë formë, ndërkohë keni parasysh konsentin para fillimit të procedurës, fotografi do ishin me shumë vlerë përpara fillimit të procedurës. Mos harroni që keni labelat të cilat duhet ja tregoni gjithmonë pacientit për të vërtetësuar datën e skadencës dhe të lotit që është origjinal. Njëra nga këto normalisht do vendoset në kartelën e pacientit. Pacienti do t'i jepet me vete një certifikat me logon e produktit që ne kemi aplikuar, dhe ndërkohë në brendësi janë 2 age dhe një shërim 1 ml acid hyaluronik. Çdo mjek ka metodën e vetë të punuarit, edhe duam apo s'duam, pavarësisht praktikës që përfiton secili prej nesh në të përditshme, të gjithë ne i hapim, i shikojmë çfarë bëhet aty vërdall në për ato YouTube-ra, në për ato tutorials që ofrohen etj. Dhe shohim që një mjek ka një metodë të caktuar, dikush ka një tjetër, tentojmë edhe ne të eksperimentojmë her pas here me këto lloj metodash për të gjetur veten ku jemi më mirë profesionalisht. Personalisht, kam shumë qejf aget që janë 30 goshe dhe po ta shikoni dikur në fillerat para 10 apo më pak se 10 vjetësh, në fillerat e buzëve aget ishin tek 27 gosh. Ndërsa tani rrin tek 30 gosh sepse nuk është nevoja që të traumatizohet shumë buza. I kam qejf 30 goshet, i kam pas qejf që në fillim dhe ashtu i kam pas përdorur. Gjatësit e ageve variojnë nga më të ndryshmet, në varësi të zonës ku ti do punosh apo do aplikosh fillerin, mund të bësh edhe për zgjedhjen. Personalisht për buzën preferoj aget që kanë gjatësi 6 deri në 8 mm, pavarësisht se përdoret masivisht agja me gjatësi 13 mm. 6 deri në 8 sepse nuk dua që të kaloj tek pacientja në atë që quhet kufiri i butë i buzës. Në qoftë se shohim Gentën, Genta ka buzën perfekte, apo buzën klasike, ku kemi 1/3 e sipërme dhe 2/3 e poshtme të buzës, pra atë që jemi mësuar gjithmonë që ta shohim, edhe pse kemi variacione anatomike nga më të ndryshmet, dhe në qoftë se bëjmë një ngritje të lehtë të buzës,
Gjithmonë rreziku kur aplikojmë filler me agë shumë të gjata ekziston në akumulimin apo në mbledhjen e fillerit në wet border, pra në zonën kur kalohet nga buza në afërsi të mukozës. Pikërisht për këtë arsye, unë preferoj që të zgjedh agën 6 mm, duke konsideruar që jam më e sigurt me të. Megjithatë, në varësi të llojit të buzës së pacientit, ndryshon edhe përzgjedhja që ne bëjmë gjatë aplikimit të produktit. Duke pasur parasysh që këtu kemi arterien labiale superiore, arteria labiale inferiore, në qendër të dy krahët bëjnë një bashkim, anastomozojnë me njëra tjetrën dhe pikërisht për këtë arsye rekomandohet që pjesa qendrore e buzës të jetë shumë e observuar gjatë momentit që ne bëjmë aplikimin e produktit, sepse të gjithë në fund të ditës i trembimi atij që është okluzioni vaskular apo bllokimi i vazave me produktin që aplikojmë. Dhe duke qenë se këto bashkohen më shumë, rekomandohet që aplikimi pikërisht në zonën qendrore të buzës të bëhet sa më në sipërfaqe. Pra, kështu. Nëse do kishim një buzë që do ishte shumë e hollë, sepse me Gentën do punoj me teknikën vertikale, e kemi njohur pak a shumë në atë teknikën e famshme Russian Lips, por Russian Lips ka një projekcion qendror dhe prej tij degëzohemi, po përdor Genta më fal, ta përdor çik faqen tënde? Okej. Pra supozojmë ky është kufiri i buzës, projekcioni qendror dhe në Russian Lips teknika vjen në këtë formë. Gjithmonë për ta volumizuar, por nga profesionistët përgjithsisht kjo si teknik nuk rekomandohet sepse jep një projekcion të shtrirë të buzës, ndërkohë që ne duam që të jetë edhe pak volumi i buzës. Dhe ka gjithmonë një lloj përplasje, duhet të zgjedh këtë metodë apo duhet të zgjedh atë metodë. Unë preferoj teknikën vertikale. Nëse ky është kufiri i buzës, preferoj të zbres kështu, duke punuar ndryshe në qendër të buzës. Atëherë, jam me agën 36. Duke qenë se lips nezha është shumë interesant edhe për efektin biostimulues që ka, dhe presim që ai të vazhdoj të veproj edhe në vazhdim, atëherë duhet të presim shumë më tepër se sa thjesht ai efekti 2 mujor që ne presim me fillerat e zakonshëm. Pra e presim efektin edhe më mbrapa se kaq. Duhet mos harrojmë dhe diçka, arteria faciale që bën të gjitha këto degëzimet, duke vijuar me arterien angulare, dorsumnazi, supratroklare, supraorbitalen dhe pastaj okularen që kalon mbrapa syrit dhe na jep arterien centrale retinale, e bart gjithmonë me vete rrezikun në rastin e kalimit të acidit hialuronik, rrezikun e ndonjë okluzioni. Prandaj dhe rekomandohet gjithmonë që të punohet me boluse apo me sasi shumë të vogla që të evitohet pikërisht okluzioni, rekomandohet që të punohet shumë ngadalë, pra pistoni të presohet shumë ngadalë dhe gjithmonë të vërehet lëkura për çdo lloj ndryshimi që mund të ndodhej gjatë momentit të aplikimit të produktit. Dje ndërsa bëja një palë buzë, po shprehem si shprehemi rëndomt, edhe unë nuk e kisha numëruar ndonjëherë, ishte një paciente që e kisha aplikuar dhe më parë fillerin e buzëve, dhe më tha, doktoresha, më ke bërë 32 shpime. 32 shpime, në qoftë se rekomandohet që të bëhet aspirimi, imagjinoni të bëni 32 shpime dhe 32 aspirime, është praktikisht e pamundur, domethënë. Okej. Genta është duke shtrënguar topat. Okay. Këndi 30 gradë. Diskutimi i radhës është, a duhet që ta kalojmë ne vermilion borderin? Gjithmonë me frikën e emigrimit të fillerit?
Është një diskutim i drejtë, unë e ndjej në praktikën e përditshme që është masivizuar shumë diskutimi për migrimin e fillerit, sidomos në zonën nazolabiale, por do thosha, ajo që bën fillerin të migroj është sasia e produktit, densiteti i produktit dhe frekuenca në aplikim. Mirë? Kam një problem me agen, një sekundë. Unë e du më ndihmosh çik me agen. Një orë është të shumë. Okej, perfekt. Më duhet dhe një tampon i plaster. Në vitë? E mira është që gjithmonë pacienti të pyetet për ndjesit, edhe për ta larguar pak nga ndjesia e frikës. Një mirë? Kur vi në qendër të buzës, përgjithsisht nuk preferoj shpimet vertikale, por preferoj që të jem përgjatë vermilionit, jo mbi të, poshtë ti, dhe me teknikën threading retrograde të bëj aplikimin e produktit. Okej. Mirë? Më thëmë vjetre diferenca, sasia aplikuar deri tani është 1 unite. Si janë? Shumë mirë. Po qanë? Do edhe një tampon i thatë? Okej. Ishtë i thatë? Është me alkohol. Apësyn, që si për? Okay. Sërish në qendër. Gjithmonë përpiqemi që ta shohim trupin e agës. Po ta shohim, kemi diferencë midis njërit krah dhe tjetrit, që është nëse normale gjatë kohës që jemi duke aplikuar produktin. Ne përpiqemi të bëjmë simetrizimin. Gjithmonë, sipas pacientëve, buza e sipërme është me dhimbshmja.
Dhe në fakt në gjithë portretin, buza është zona më e dhimbshme. Edhe pse sasitë e injektuara janë jashtëzakonisht të vogla, her pas here bëjmë presim për të qenë të sigurt për ndonjë aksident të mundshëm vaskular. Në buzën e poshtme preferoj gjithmonë të nis nga qendra. E ripërsëris, Genta ka buzën perfekte, sepse i ka konturet shumë të qarta dhe të lë që të veprosh në varësi të asaj çfarë ka ndërtuar natyra. Ndërkohë që ka paciente në të cilat ka asimetri, konturet nuk janë të qarta, ose konturi vjen duke u unifikuar, duke u shtrirë, bashkë me pjesën tjetër, duke mos dhënë mundësi që të punosh me këtë lloj komoditeti si në rastin në fjalë. Në qoftë se në mosha të vogla, sikurse është Genta, ne punojmë përgjithsisht për të bërë volumizim të buzës. Kur flasim për moshat 40 e sipër, ajo që preferojnë më shumë pacientet është që ta rikthejmë buzën atje ku e kanë pasur pak vite më parë, sepse me kalimin e kohës ne humbasim volumin, humbasim konturin dhe fillojnë krijohen rrudhat e para vertikale rreth e rrotull buzës. Proces që e hasim më shumë në duhanpirëset. Mirë. E sigurt. Me thënë ndjehet ndryshimi midis krahut të punuar dhe krahut ku nuk kemi filluar ende punën. Edhe pse sasia injektuar është shumë e vogël. Ndodh që pacientet vinë në klinik me kërkesa të tipit dua të bëj 0,5, dua të bëj 3 unite. Në fakt, çdo gjë vendoset gjatë konsultimit. Sepse përpara se të vinë të konsultohen me mjekun, janë konsultuar njëherë me shoqërinë, kanë bërë diskutime dhe kërkesat janë nga më të ndryshmet. I bën ritouch në disa raste Buzën gjithmonë kam qejf që ta bëj me ritouch. Edhe kur kam punuar pas 10 ditësh e kam preferenciale. Dhe kur kam punuar me pacienten dhe kam vendosur sasi, gjithmonë e lë një sasi filleri dhe pas 10 ditësh e bëj. Teorikisht, sipas të dhënave të industrisë, por jo shumë të formalizuara, sepse kuptohet, të gjithë janë të interesuar të kenë sa më shumë shitje në produktet e tyre, rekomandohet që të konsumohet agja, por e gjitha shiringa, por rekomandohet që të konsumohet brenda 2 javëve të para nga momenti i hapjes së produktit. Por gjithmonë unë e rishikoj pacienten, nuk e bëj asnjëherë të gjithë sasinë në një seancë, sepse nuk dua, është ajo që thash më përpara, nuk dua sasi të mëdha në të njëjtën seancë, sepse kjo krijon probleme estetike më së shumti. Do të thënë, deri tani ne kemi punuar me 5 unite. Dhe ruajtja bëhet në ambiente të freskëta, në frigorifer. Hiqni gjithmonë agën e aplikimit dhe vendosni kapakun e vet fillerit, sepse agja në vetvete është e kontaminuar, kështu që automatikisht mbart rrezikun e kontaminimit. Duke vendosur kapakun e vet fillerit që ju e kishit brenda në momentin që hapët fillerin, sigurisht që ruajtja do jetë në kushte më të mira. Një moment është aplikimin, sepse buza nuk ka trashësinë që ka pjesa tjetër e lëkurës. Edhe është e kuptueshme që kur futet një sasi e caktuar produkti, mund të krijohen momente në të cilat ne shohim një zbardhim
dhe mund të trembemi, wow, mos na ka ndodhur ndonjë okluzion, ajo ngjarja që asnjëri prej nesh nuk e do. Në këtë rast bëjmë një test të shkurtër, shohim refilling, në qoftë se mbushet, pra ndodh zbardhimi, bëra presimin këtu, në qoftë se mbushet brenda 3 sekondave, jemi okay. Në qoftë se do duhet shumë më tepër kohë se sa aq, duhet ta marrim në konsiderat që mund të jemi dhe përpara një okluzioni. Por duhet kemi parasysh që duke konsideruar që është buzë dhe fillëri do kohën e vet që të shpërndahet, mund të kemi një zbardhim të zonës në të cilën është aplikuar dhe nuk duhet ta ngatrojmë për të tillë. Dhe ky është rasti klasik. Pra këtu shohim që skuqja e buzës nuk është një lloj si pjesa tjetër, këtu është pak më e zbet. Kjo nuk do të thotë që kemi të bëjmë me një okluzion. Këtu kemi të bëjmë me një sasi produkti që është i akumuluar në këtë zonë. Asnjë gjë për të shqetësuar, testi i refillit bëhet perfekt, shpërndarja do bëhet gjithashtu perfekt. Retouching gjithmonë e rekomandoj. Në qoftë se ndodh momenti i padëshirueshëm apo okluzioni, dhe këtu vim prap tek dashuria ime me mezoestetik lidhur me faktin që të ka siguruar çdo gjë, ta ka futur çdo gjë në dollap. Dhe në atë rast shpëtimtari është hialuronidaza, që është produkt të cilin e marrim, e aplikojmë në zonën ku mendojmë që ka ndodhur okluzioni, por që po aplikohet rëndom në dijenin time, nuk e di doktoresha, edhe në rastet kur mund të kemi një efekt estetik të padëshiruar dhe duam që ta largojmë. Pra kur bëjmë tretjen e fillerit aty ku e kemi aplikuar. Është një produkt i cili ka vetëm një konsiderat në gjykimin tim, që duhet ta keni parasysh, në momentin që duam ta aplikojmë, duhet të bëjmë testin e hialuronidazës, që të jemi të sigurt. Vendosim 2 pika në lëkur, një lloj siç do vepronte çdo alergolog. Dhe një përmbeturinë. Vendosim 2 pika, një me fiziologjik dhe një me hialuronidaz, pra bëjmë 2 shënime të tilla. Marrim më pak se sa një unite, marrim më pak se një unite dhe e aplikojmë si në zonën e hialuronidazës me hialuronidazën dhe në zonën e fiziologjikut me fiziologjikun. Presim një 10 minutë, kthehemi tek pacienti, shohim që çdo gjë është okay, vazhdojmë me aplikimin e hialuronidazës. Sepse edhe nëse ka ndodhur një aksident vaskular, do ishte më e tmerrshme të kishim një shok anafilaktik nga hialuronidaza sesa të trembeshim nga aksidenti vaskular. Në rast se vërtet jemi të bindur, shohim që jemi përballë një aksidenti, atëherë në këtë rast patjetër që do aplikohet hialuronidaza. Diskutimi, unë kam punuar shpesh në fakt me hialuronidazën e mezoestetik, në fakt është e vetmja me cilën kam punuar, sepse e kam gjetur shumë komode. Edhe diskutimi është gjithmonë sa sasi hialuronidaz duhet injektuar. Edhe për këtë ka diskutime nga më të ndryshmet, protokolle nga më të ndryshmet. Personalisht preferoj që ta tres fillimisht një flakon hialuronidaz me 0.5 unite, 0.5 cc, sorry, me fiziologjik, pastaj shtoj edhe 2.5, pra bëj një herë shekun, tundjen e parë, shtoj edhe 2.5 dhe pastaj filloj e aplikoj. Për zonën kur kemi të bëjmë me një efekt të padëshiruar të fillerit të syve dhe duhet që ta aplikojmë, në këtë rast kam një tjetër preferencë, do me thënë, nuk e bëjmë me 3 cc fiziologjik, tretjen, por e bëjmë me 5 deri në 6, pra nuk e lajsh të koncentruar hialuronidazën, sepse edhe duhet të kemi parasysh dhe një fakt, hialuronidaza kur injektohet është shumë e dhimbshme, i djeg pacientit. Edhe nuk duaj që ta ketë atë lloj efekti nën sy, por sidomos edhe të mos bëhet ajo tretja agresive që do i rikthej pacientin te gropat edhe e shqetëson e bezdis. Atëherë, me gentën mbaruam për pjesën e buzëve, do kalojmë tek mund të më bëni pyetje, kushdo që ka pyetje. Po. Mbas sa, nëse kemi bërë sot buzë që bëri vajta, mbas sa ditë të shumë janë Për rikontrollin. Në qoftë se nuk i pëlqen efekti dhe do që ta shkri, më fal, mund ta bëj që në moment. Jo fare, asnjë lloj problemi.
Do me thënë, bëhet testi hyaluronidazës, se mbledhim mendjen që nuk kemi absolutisht asnjë lloj reaksioni të mundshëm. Një rekomandim është dhe ta pyesësh nëse ka pas pickime nga bleta dhe ka pas reaksion nga pickimi i bletës, por më i sigurt që ta provosh vetë aty, domethënë. Edhe bëhet testi, jemi okay, mund ta bësh shkrirjen patjetër. Për rimbushjen e buzëve, pasi është bërë shkrirja, përgjithsisht rekomandohet që të bëhet 2 javë. Edhe unë personalisht kam qejf ta bëj 2 javë mbrapa, sepse në fund të fundit janë inde, edhe trupi jon kur pi një gotë ujë, do ketë atë kohën e vet derisa ta marrë, të kalojë në rrugët e tretjes, të hidratohemi etj. Jo më ndryshime indore që ndodhin aty në nivel qelizor, domethënë. Duhet të japim kohën e vet. 2 javë nuk ka asnjë problem. Dhe mbi të gjitha të qetësohet, sepse harrova, mund të ndodhi që pas hyaluronidazës, sidomos në zonën e buzëve, po edhe në zonën e syve, bëhet një fryrje shumë e madhe, edematizohet goxha indi dhe trembet pacienti. Nuk ka gjë për tu trembur, do të thënë kompresa, asnjëherë me ujë shumë të ftohtë apo me akull, gjithmonë me ujë të vakët do rekomandoja, por kompresa dhe i thuhet do qetësohesh, jepi kohë 48-72 orë, mund fillosh punë pa problem pastaj. Unë kam zgjedhur për zonën e syve, duke vlerësuar bashkë me doktor Sharionën kuadrin klinik të pacientes, moshën e pacientes, problematikat që ka përreth syve, ku në rastin konkret ka një humbje, le të themi, të indit subkutan të lehtë, rrudha të lehta dhe kam zgjedhur oligoelement me acid hyaluronik. Pra, është një produkt i cili është në 5 ml, një sasi e konsiderueshme, nuk është kaq shumë i nevojshëm kjo lloj sasie, por që është biorevitalizues shumë i mirë. Pra përmban gjithë elementet e nevojshëm për të ushqyer këtë lëkurë dhe gjithashtu përmban dhe acid hyaluronik në peshën molekulare 2.5 mg per mililitër. Injektohet në formën e papulave ose në teknik retrograde. Në zonën e syve nuk presim efekte anësore, nuk është produkt i cili mund krijojë edema të konsiderueshme, pasi pesha molekulare e acidit hyaluronik është e lehtë. Është një produkt që ne e përdorim prej shumë vitesh, e pëlqejmë veçanërisht për efektet që jep në kohë, por dhe për sasinë e produktit i cili më jep mundësinë që unë të kem të aplikoj në të gjithë fytyrën mundësisht këtë lloj produkti, gjë që do e bëj me pacientet e tjera. Personalisht mezoterapin e dashuroj më shumë se çdo lloj procedure tjetër. Domethënë është vërtet e mrekullueshme. Mjekësia estetike prandaj është e kushtueshme, sepse ndryshe nga fillëri apo trajtimet me botox, në rastin e mezoterapive duhet të kryhen disa seanca që pacienti vërtet të fillojë dhe të ndjejë ndryshimin. Por kjo është diçka që i duhet komunikuar që në fillim që të jetë e qartë pastaj për gjithë vazhdimsinë e projektit apo të protokollit që ndërtohet. Janë disa teknikat që mund të aplikohen gjatë kryerjes së mezoterapisë. Preferoj teknikën e papulave apo me bolus, siç tha doktoresh Monika, në rastin kur bëhet fjalë për oligoelementet apo kur bëhet fjalë për dimetiletanolin, që është një tjetër dashuri e mezoestetik dhe unë kam shumë qejf për pjesën poshtyve. Teknikën retrograde apo threading në zonën nazolabiale, në zonën periorale, dhe teknikën napash kur aplikohet një dashuri tjetër imja nga mezoestetik që është vitamina C, që është vërtet shumë e bukur. Ka pacient që tremben nga vitamina C, sepse ndodh që mund ta kenë provuar në nivele më të thella të lëkurës. Unë personalisht e dua shumë dhe e bëj gjithmonë me teknikën napash. Kur ju referova që parë gjatësisë së ageve, ajo që është preferenciale për mua gjatë mezoterapisë është agja me gjatësi 4 mm, goshet një çik më lart, 32, 34, 33 është kjo që do punojmë sot, 4 mm, sepse futemi në nivel dermoepidermal, pra e prekim edhe dermon pa arritur shumë thellë se aq. Derma na shkon 3 deri në 6 mm, me 4 mm jemi perfekt fare. Syri të trem një çik në sensin që mund të ndodhi që kap ndonjë vaz. Sqarohet gjithmonë pacienti përpara, i thuhet që ne kontrollojmë agen sa e kemi në dorë, nuk e dim se çfarë mund të prekim në sipërfaqe. Sqarohet për diferencat anatomike që ka gjithë secili prej nesh. Ka njerëz që kanë dhe zemrën djathtas, jo më një arterie apo një ven që e presim të jetë diku tjetër, dhe mbi të gjitha sqarohet për faktin që mund të kemi një edematizim në zonën rreth e rrotull syve që shkon nga 48 deri në 72 orë. Kjo në varësi të
strukturës së syrit, në varësi të zonës të vazave limfatike që janë aty. Përgjithsisht nuk rekomandohet që të konsumohet alkool apo të kripura në natën kur e kemi kryer mezoterapin, varet shumë edhe nga mënyra e të fjeturit. Në individët që flenë përmbys, kjo edem është më e predispozuar që të ndodhi. Unë dhe Genta pas këtij sesioni do shkojmë në punë, se si do vej Genta me sytë e fryrë te pacientët. Si që thash, agja është shumë e hollë, 33 gjatësia 4. Personalisht preferoj të nis nga periferia për të orientuar drejt zonës mediale të fytyrës. Pasi bëhet mezoterapia, e kemi luksin, prap nga mezoestetik, që sidomos për pacientët që kanë rrath të errët poshtë syve, ta aplikojmë edhe produkte për zbardhimin. Deri më tash unë kam përdorur periokular peeling, që është një dashuri, kuptohet, kërkon disa seanca, që përmban acid azelaik. Acidi azelaik ne dim që është depigmentues i aplikuar në zonën ku ne duam të realizojmë një depigmentim, acid salicilik, acid laktik, rezorcinol, acid citrik dhe fitik. Dhe në rastin konkret, për shembull, Genta është një paciente e zgjedhur për të aplikuar mesopeeling, siç është periokulare. Dakor? Dhe kini parasysh, punoni gjithmonë me protokolle. Kjo do thotë që pavarësisht faktit që u bë mezoterapia, fare mirë shtojni edhe një mesopeeling. Pse? Sepse efikasiteti është gjithmonë më i lartë. Paraqiteni dhe këshillojeni pacientin dhe për mirëmbajtje në kohë në vijim. Pra kjo do thotë që pacienti duhet të ketë produktet e duhura në shtëpi dhe veçanërisht të shoqëruara gjithmonë me mbrojtësin solar për të pasur efikasitet të shtrirë në kohë post procedurë. Do shtoja diçka, Monika, është jashtë kësaj që po bëjmë sot për momentin. Të lutem, me qënë se ti e përfaqësuesja zyrtare e mezoestetik në Shqipëri, mund t'ja transmetosh dhe kompanisë, Azelani është i shkëlqyer si peeling. Më thënë, ishte risi e nxorën këtë vit, unë e kam përdorur edhe në zona intime tek pacientet, i shkëlqyer. Do të thënë azelaiku, peeling me acid azelaik dhe veçanërisht në lëkura sensitive. Është gjithmonë sfidë faktikisht që çfarë do përdorim, çfarë lloj peeling mund të përdorim ne në lëkura sensitive. Kjo do thotë që nëse ne përdorim një peeling siç është Azelan, prodhimi mezoestetik, efikasiteti është shumë i mirë, efekti në papulat, në pustulat, por dhe në eritemën ose hiperpigmentimet gjatë evolucionit të rozacës përmirësohen shumë ndjeshëm nga ky peeling. Por e vetmja gjë është keni parasysh që nuk realizohet në një seancë. Çdo gjë është në bazë të protokolleve. Pasi mbarojmë mbushjen e rrethit klasik nën sy, i kërkojmë pacientit që të mimetizoj, qesh pak Genta, të lutem? Genta është shumë serioze, në fakt është e vështirë ta bësh të qesh. Okej. Dhe ndjekim edhe linjat e qeshjes për të punuar edhe te këto. Gjithmonë duke ju rikthyer kësaj që tha doktoresh Monika, duke sqaruar pacientin që të mos kemi pritshmëri jo realiste, sepse janë ato të cilat krijojnë probleme në raportin profesionist dhe pacient. Qesh dhe një herë, lutem? Okay.
Mund përpishesh e pak më shumë Glenda. Okej. Frika gjithmonë kur kryej mezoterapin rreth e rrotull syve është nëse do kemi ndonjë nxirje, ndonjë skuqje, ndonjë dëmtim të vockël, por gjithmonë sqarohet pacienti dhe i thuhet që edhe po ndodhi janë gjëra të mundshme, do kenë kozgjatjen e tyre maksimumi 2 javore dhe një çik make-up, pak mbulim, janë mëse të zakonshme në praktikën e përditshme. Ekziston dhe një produkt përsëri i kompanisë post procedur, i cili përmban në përbërje të tillë gel arnika, i cili normalisht ndikon pozitivisht për eliminimin e këtyre hematomave të vogla, nxirjeve të vogla sa më shpejt. Sigurisht që nuk është magji, por ekziston si zgjidhje për të lehtësuar këtë nxirjen e momentit post procedur. Gjatë aplikimit të fillerave, ndjes nuk e përmenda më parë, sepse po mendoja tani për komunikimin me pacientin, është shumë e rëndësishme reagimi i pacientit, sidomos në rastin kur presim, kur mund të ketë ndodhur një aksident vaskular. Në qoftë se ka një dhimbje të papritur, therse të fortë, pra reagon papritur, atëherë duhet kemi parasysh që mund kemi prekur ndonjë vazë. Kështu që duhet jemi shumë të vëmendshëm në atë moment dhe të presim se çfarë do ndodhi, pra të shohim reagimin në vazhdimsi. Sa do e mbajmë, Monika? E mbyllim me këtë, ju mund të shkoni të punoni po done. Okej. Atëherë, do e mbajmë 2 herë nga 5 minuta. Do ishte mirë të bëshin 2 aplikime. Do të thënë, është peeling i lehtë, por rivitalizon shumë mirë atë zonë. Për efekt të kohës, ne nuk do e mbajmë 10 minuta tashmë pacientën, do bëjmë neutralizimin tashmë, por në këtë mënyrë në realizuam komplet trajtimin e zonës periokulare. Një gjë që mund të shtonim, jo në këtë pacientë, por në pacientët të cilët kanë një çik limfedem më shumë, kanë borsat më shumë, veç produkti që ne injektuam, siç ishte oligoelementët ose DMAE-a, që ne përsëri e kemi dashuri si produkt shumë, mund të shtojmë melilotin. Melilotin nxit mikroqarkullimin dhe drenimin më të shpejt. Pra, është një ampulë e vogël melilot që bëhet menjëherë mbas kësaj procedure, duke realizuar mikroqarkullim më të shpejt. Meliloti djeg si produkt kur injektohet, pacientja reagon goxha, por qetësohet, i thuhet që efekti është kalimtar dhe vërtet i kalon shumë shpejt ndjesia e djegjes. Pra, neutralizimi realizohet me produktin neutralizues, dhe pastaj realizojmë shplarje tamponim të lehtë me ujë. Dakord? Mund të bëhet edhe kombinimi me plazmën i mezoterapive, pra me vetë plazmën e pacientit, merret, ekstraktohet, përpunohet me tubat e PRP-s dhe aplikohet së bashku me mezoterapin. Ka gjithashtu efekt shumë të bukur. Ta gëzosh këta. Dhe pak krem dielli. Ndërkohë, kemi ndonjë pyetje? Më falë, po. Po, mund të mbahen gjelëra të ftohta, por gjithmonë jo akull dhe direkt në lëkurë. Gjithmonë i mbështjell me një pecet. Por prap unë insistoj tek kompresat me ujë të vakët.
Po, i kam më shumë qejf do me thënë. Dhe mbi të gjitha duhet sqaruar pa dal nga klinika pacienti për kohën e zgjatjes së hematomës, sepse një mos sqarim do shoqërohet pastaj me telefonata pa fund, do me thënë që krijojnë shqetësim edhe për pacientin edhe për ty vetë. Gjeli me arnika është gjithashtu shumë i mirë, fatkeqësisht ne nuk kemi as tabletat me arnika, sepse në Amerikë për shembull ka tableta me arnika që i jepen pacientit edhe i kalon koha e nxirjes shumë më shpejt, pra nuk bën atë ciklin e plot 2 javor, bën diçka më të shkurtër, diçka tek 7 diçi. Por sqarohet, i thuhet që në fillim, madje e mira është që para se të fillojë procedura i thuhet që mund të ndodhi ndonjë hematom, sepse kështu duke qenë i qartë edhe i përgatitur e përjeton edhe me më pak stres. Thjesht dhe një herë për të do të thënë gjatë kohës që unë po bëj gati modelen tjetër, në ekran do shfaqen disa slajde që janë pikrisht me përbërësit e fillerit, të fillerit që do aplikohen sot, të fillerit Nexa me acid hyaluronik dhe me acid succinik. Ndërkohë, veç kësaj përbërëse, fillerat të tjerë që janë më lifting me një peshë molekulare 25 mg të acidit hyaluronik, ka në përbërës të tyre element biorevitalizues më të fort në mënyrë që të realizoj një biorevitalizim të shtrirë më shumë në kohë. Atëherë, unë doftoj sot tash modelen e dytë. Hajde Fatmira, po. Gjatë punimit kam marrë në konsiderat disa probleme që mund të ketë pacientja. Të gjithë ne shohim shumë qartë problematikat e zonjës. Shohim shumë qartë problematikat e zonjës. E përmenda më parë që është moshë 74 vjeçare, është një zonjë 74 vjeçare, dhe po ju shikoni sagging skin, lëkurë e cila tashmë normal që është lëkurë që tregon për moshën e zonjës, për efektet dëmtuese të viteve në vazhdimsi, plakjen, si nga faktor të brendshëm, si nga faktor të jashtëm. Ju shikoni njollat në lëkurë, ju shikoni zonën periokulare e cila është e dëmtuar, shikoni nazolabialet, shikoni pjesën sipër, pra janë disa zona të cilat duhen punuar. Sigurisht që në një seancë ne nuk arrim dot të bëjmë mrekulli, por unë jam e bindur që me 2-3 produkte brenda kësaj seance, efikasiteti dhe pamja e zonjës do jetë shumë më e përmirësuar. Kam menduar, spari jo oligoelementët, por DMAN, e cila është një produkt mezoterapie që do aplikohet kudo në lëkurën e zonjës. Së dyti, kam menduar të aplikoj një filler për zonën nazolabiale, por tashmë ne dim që ekspertët nuk injektojnë në zonën nazolabiale. Ekspertët projektojnë nëpërmjet fillerit për të përmirësuar dëmtimin që është krijuar në zonën nazolabiale. Gjë që unë do injektoj me kanjul për të përmirësuar zonën nazolabiale duke ngritur një çik mollzën. Aq dhe me një shiring ti mund të bësh diferencën. Një gjë tjetër që mund të bëj është trajtimi i zonës periokulare, ndërsa në zonën e ballit mund të aplikojmë, gjë që sot nuk do të aplikoj, një produkt i cili është i ngjashëm me botulinën, por që nuk është botulin, është i prodhuar nga kompania që frenon përçimin në sinapset nervore, por që nuk është botulin. Të gjitha këto sigurisht që bëjnë me një plan të personalizuar, të shtrira në kohë, jo në një ditë të caktuar. Po. Do filloj me fillerin fillimisht, me kanjul. Para pëlqej që të bëj 2-3 projeksione. Kantusi i veshit me hundën. Syri me buzën.
Dhe në këtë mënyrë, unë do dua që filleri im të jetë gjithmonë mbi këtë vizë. Sepse në këtë mënyrë unë projektoj një farë efekti lifting tek zonja. Dhe ky efekt lifting do jetë çdo ditë dhe më i mirë, sepse e përmenda që produktet në vetvete kanë dhe biostimulues, pra në harkun kohor do jenë më mirë. Dhe do gjej porthyrje këtu. Të njëjtën që do bëj nga ana tjetër. Thank you. Pra dhe një herë, gjithmonë kur vjen pacienti, mundohuni së pari sqaroni pacientin, por mos hezitoni të bëni vizatimet e juaja me laps. Pacientja ka vendosur paraprakisht kremin anestetik, dhe në këtë mënyrë mund të punoj fare më mirë. Ndërkohë, po të shikoni, smokers line janë shumë evidenta. Aplikimi i fillerit të buzëve në këtë rast do kishte shumë vlerë, dhe nga ana tjetër të gjithë smoker line do duhet të aplikohet qoftë një acid hyaluronik pesh molekular shumë të vogël, në mënyrë që të ketë efikasitet më të lartë. Në rasti konkret, unë do punoj të gjithë fytyrën me DMAE, e cila në vetvete ka acid hyaluronik, por ka dhe biostimuluesit për të rivitalizuar dhe për të dhënë efektin lifting në lëkurë. Po ti shikojmë të gjitha mezoterapit kanë gjithmonë në përmbajtje të tyre acid hyaluronik që shkon 2.5 mg per mililitër dhe mbi të pastaj mund të vendosen produkte nga më të ndryshmet. DMAE, melilot, oligoelement, vitamin C, por gjithmonë kanë në përmbajtje të tyre acidin hyaluronik, që në këtë rast nuk shërben në rastin e mezoterapive për efektin filler, por për efektin hidratues të lëkurës. Zonat që u projektuan nga doktoresh Monika, pra kjo zona ku do punohet më shumë në fakt konsiderohet edhe zona e sigurisë në portretin ton, pra jemi më safe aty, respektuar pjesës mediale të fytyrës, e cila ka një rrjetëzim më të madh vaskular, sidomos atyre degëzimeve që tham të arterjes faciale. Por gjithashtu, një pikë e rëndësishme në portretin ton është edhe pika infraorbitale, apo rima infraorbitale, ku na del vena, arteria edhe nervi në atë zonë. Dhe gjithmonë, edhe pse punohet me kanjul, tentojmë që të rrim sa më afër kockës me qëllim që të shmangim goditjen e kësaj zone. Gjithë ideja është tentohet, kur duam të bëjmë projekcion, tentohet të punohet në shtresa. Kjo do të thotë që nëpërmjet kanjulës unë kam sigurinë që të futem më thellë. Të ndërtoj këto jastëkët mbajtës të cilët unë nuk e shikoj vetëm tani për mirësimin, po e shikoj në harkun kohor. Kjo mban, ushqen zonën dhe normalisht riformaton, rimodelon pikërisht indin subkutan që ka humbur gjatë jetës së pacientes, ose dhe për shkak të forcës së gravitetit. Pra do përpiqem që t'jap një efekt lifting, qoftë dhe me një shiring të vetme. Pesha molekulare është 25 mg, dhe në përbërës ka biorevitalizues, pra efikasitetin do e shikoj që tani, por do e shikoj dhe në kohën në vijim. Faleminderit. Mundohem që t'i tërheq vëmendjen pacientit duke bërë një triks. Pacienti ja ndjen vetëm portën e hyrjes faktikisht. Jam futur. Dhe teknika do jetë një teknikë retrograde. Kjo do të thotë që duke u tërhequr lateralisht duke injektuar produktin. Dhe ndërkohë do bëj teknikën fan. Kjo do të thotë që këtu bëra një vektor, por nga ana tjetër, siç jam me të njëjtën porthyrje, përsëri, pa nxjerr agen normalisht, do tentoj që të bëj teknikën fan. Nuk e kam nxjerr agen.
Gjatë injektimit me kanjul është shumë e rëndësishme që ta shohim gjithmonë se ku e kemi majën e kanjulës, pra ta ndjekim gjatë lëvizjes, të jemi të informuar se ku jemi me majën e kanjulës. Kjo na informon edhe për sasinë e produktit që ne aplikojmë. Që në këtë moment ju vëreni një farë diferencë midis dy anëve, me njëherë. Dhe e përmenda që kjo diferencë do jetë e vazhduar. Nuk është çështja të injektosh sasi. Çështja është të bësh një plan pune të personalizuar, dhe pacientin ta ndjekësh në harkun kohor, jo në një seancë të vetme. E njëjta procedurë nga ana tjetër, mundohem që të tërheqin çik vëmendjen e pacientit. Vetëm këtë ndjesi do ndjej fillimisht. Në momentin që nuk e shikon mirë portën e hyrjes, ti pret, sa të kesh mbushjen vaskulare. Dhe kemi teknikën retrograde. Pra tërheq kanjulën, hedh produktin. Dhe ndërkohë po aplikoj fan për të realizuar një projekcion sa më të mirë të acidit hyaluronik në këto zona. Çfarë mund të bëj tjetër? Shikoni zonën temporale. Me kalimin e moshës, kjo zonë është zonë e cila futet në brendësi, humbet indi subkutan. Sigurisht që injeksioni në këtë zonë është më i vështirë, por me krimin e eksperiencave personale dhe ju mund ta keni shumë të lehtë nëse pas nesër që me një kanjul të tillë, pa nxjerr kanjulën fare, ju mund të realizoni mbushje qoftë të pjesës së vetullës, qoftë të zonës temporale. Nuk jam shumë e kënaqur këtu, kështu që automatikisht do dua të hedh më shumë produkt. Dhe gjithmonë në shiring lë 0.2 ml e fundit, pasi gjithmonë parapëlqej që të bëj në nivel periost të injektoj duke krijuar një mbajtje të mirë të volumit të fillerit në këtë zonë, për të realizuar një mbajtje të mirë, një lifting të mirë në këtë zonë. Kjo do marrë një agë. Bëj këtë. E ke 3 vjeçën. Okej. Pra kalova nga kanjula në agë. Shikoni për çfarë kërkova që të kem këtë projekcion. Injektoj deri në periost, je ndjen periostin, për pacientin është më i dhimbshëm. Por në këtë pikë ti do aspirosh gjithmonë, do numërosh deri në 9 deri në 12 sekonda, dhe në qoftë se nuk ke tërheqje të gjakut, sigurisht që mund të injektosh dhe je safe. Por duhet ta prekësh periostin. U krye. Këtu mund të punojmë safe me age edhe duke ruajtur foramenin infraorbital me një presion të gishtit dhe e dim se ku duhet largohemi dhe ku duhet të injektojmë. E njëjta gjë nga ana tjetër, por e përmenda që gjithmonë tento numëro deri në 9 deri në 12 sekonda. Një mililitër filler. Volum 25 mg dhe biostimulus në brendësi të fillerit. Atëherë, fillojmë me produktin e dytë, që është mezoterapia, acid hyaluronik dhe DMAE. Atëherë, me këtë produkt që është 5 ml, unë mund të realizoj trajtimin të fytyrës, të syve dhe të pjesës së dekoltes. Pra është një produkt që për këtë arsye më pëlqen shumë
jashtëmase, sepse mund të realizojë brenda një procedure prekje të gjithë zonave. Pra efikasiteti të pacientit duket shumë qartë sepse ti i ke punuar gati të gjitha. Zgjedh agen e mezoterapisë, pastroj gjithmonë zonën e injeksionit. Kudo, injektoj kudo që kam rrudha, kudo që kam zona që dua t'i trajtoj, i injektoj. Por ndryshe nga doktoresha, unë e filloj parapëlqej, e përmendi vetë doktoresha që secili ka teknikën e tij. Unë te pjesa e syve parapëlqej ta filloj nga fillimi, nga mesi. Dhe më shumë lateralisht, por unë parapëlqej ta filloj nga mesi. Kam zgjedhur produkt më të fortë sepse është moshë tjetër. Dakord, kam zgjedhur DMAN. Injeksionet janë në formën e papulave, këndi injeksionit është 30 gradë, si përfaqësor, arrita shikoj papulën, i vetmi rrezik është e këto pacient, rreziku i nxirjeve të vogla, sepse janë pacient që marrin preparate kardiologjike, hollues gjaku, marrin vitaminoterapi dhe këto janë preparate të cilat mund të japin nxirje, si në rastin konkret, i dola të keqës para. Parapëlqej të këto pacient të trajtoj dhe pjesën sipër. Gjithmonë në tilla raste e mira është që ta pyesim paraprakisht pacientin, siç tha doktoresha Idola të keqes para, pra e kish marrë një anamnezë për pacienten. Sepse shpeshherë mund të ndodhi që ka konsumuar një produkt të natyrës antiinflamatorëve jo steroidien, siç janë ibuprofeni, ketoprofeni, naproxeni, edhe të gjithë këto e nxisin procesin e hemoragjizimit apo të nxirjeve edhe krijojnë probleme për kohën e rekuperimit të pacientit. Edhe omega 3. Atë që shikoj shumë qartë janë smoker's line, kështu që me këtë produkt, me këtë agë do trajtoj dhe smoker's line. Ndërkohë, për të pasur më shumë efikasitet, referuar kuadrit klinik, me një produkt acid hyaluronik, siç ishte Nexafils, Lips, automatikisht do bëjnë konturimin e buzës sipër, në mënyrë që acidi hyaluronik i Nexës Lips të më ushqej të gjithë zonën përreth. Okej, pra po tentoj që të bëj bordurën e buzës për arsyen që të përmirësoj smoker's line. Teknika retrograde. Pra zgjodha këtë teknik dhe këtë procedurë sepse është mënyra shumë e mirë për të përmirësuar smoker's line. Siç e tham, pas të 40-ave fillon dhe humbet konturi i buzës dhe pikërisht përmes aplikimit gjatë vermilion borderit, ne tentojmë që ta krijojmë këtë kontur. Gjithmonë duke u ruajtur shumë në sasitë e produktit që aplikojmë. Në qoftë se do tentonim që të bënim volumizim, por jo në rastin e zonjës në fjalë, tek zonja përpiqemi më shumë të bëjmë hidratim dhe ndërtim konturi,
Atëherë, po me age 30 goshe 13 mm, mund të punohet paralel me konturin e buzës, duke shkuar deri në një pikë të caktuar, lëshojmë volum aty dhe e ndërtojmë atë volum. Pra ju e shikoni se si ne përmirësuam komplet konturimin e buzës së sipërme. Me shumë pak, dhe sasia që unë harxova ishte 0,5 ml të acidit hyaluronik. Do ndroj dhe njëherë age në mezoterapisë, shpeshherë ne na duhen disa age mezoterapie. Ka dhe një gjë tjetër që mund të bëj një kombinim shumë të mirë. Është një produkt Redenx. Është një produkt i cili përmban acid hyaluronik 15 mg dhe polipeptide, që sot gjithë bota po flet për polipeptidet. Por po ta hapim, është një produkt, duke qenë 15 mg acidi hyaluronik, është një produkt i trash në konsistencë. Atëherë, kombinimi shumë i mirë, oligoelement, acid hyaluronik, i hedhur në këtë produkt, do të realizonte një mrekulli në rastin, veçarisht në rastin e zonjës. Dakor? Pra në çdo rrudhë në lëkurën e saj, po të hidhja këtë lloj kombinimi, do ishte shumë më me efikasitet. E nisa me DMAN, por në seancën e ardhshme sigurisht që do duat kombinoj këto dy produkte. Dakor? Pra quhet Redenx. E filloj nga mesi për të dalë. Atëherë, s'ka gjë, nuk ka asnjë lloj problem. Ndodh nga presioni. Ndodh. Rini rahat, rini të qetë, totalisht. Nuk është komplikim, është më së normale. Aq më tepër në rastin që unë po përpiqesha të kapja kohën, por është normale. Shqetësojmë që na shpërdorohet Produkti, ne humbim produktin. Arrini qetë. Pacienti absolutisht asnjë lloj komplikimi. Neve po, jemi me humbja. Jo, kam aget e mia, nuk punoj me shiringat të tjera. Do të thënë se çdo kush ka, ka punën e vet. Po, ato me vid janë më të mira faktikisht, po s'ka gjë. Jo, po zonja pati një që në momentin e syrit tjetër, duke thënë që më kam siklet në syrit, kështu që prandaj ndoshta ishte shtrëngimi më i madh. Nuk ndodh asgjë. Mundojmë ta tërheq lëkurën, sepse shikoj papullën, shikoj ku injektoj. Mund të shikoj edhe në gjakut në disa raste në këtë mënyrë. Por atë që ju vlen juve të shikoni është këndi në injeksionit. Pra janë injeksione epidermale, injeksione në sipërfaqe, jo injeksione të thella. Kjo zonë është zonë më e dhimbshme, barkodet normalisht, smoker's line, por është një zonë që patjetër ne kemi domosdoshmëri për ta trajtuar. Produkti ka efikasitet jo vetëm për të hidratuar, ushqyer, rivitalizuar, por ka efikasitet dhe në trajtimin e njollave, sepse ka në përbërës të tij dhe acid hyaluronik, vitamin C. 4, gjatësia e agës 4 mm. 33 gosh. Pra po tentoj të kap çdo rrudhë të pacientes. Dhe përmenda që në fillim,
ka dhe dekolten. Atëherë të njëjtin produkt unë mund ta injektoj kudo, në çdo zonë të dekoltes. Dakor, duke formuar papullat e vogla në dekolte. Puza shumë e bukur. Nuk e kam përfunduar komplet, sepse nuk mund ta përfundoj gjithë dekolten për çështje kohe, por thjesht ju tregova teknikën normalisht, sepse kemi dhe një paciente tjetër për filler në zonën periokulare. Por mesazhin desha ta jap të qartë që me këto produkte ti mund të realizosh një trajtim shumë efikas edhe në një paciente në moshë adulte, relativisht një paciente e cila ka shumë nevoja për hidratim, për ushqyerje, për rimodelim, për strukturat lifting, për formimin e bazamenteve, për të çdo gjë të tillë. Në fund fare, gjithmonë, si e përfundoj? Nëse unë do dua të kem një efikasitet tek pacienti, e përfundoj me një produkt që quhet Retiflash. Është një produkt që mund ta përdorni kur keni diçka të shpejt për të shkëlqyer lëkura juaj. Diçka për një fest, për një eveniment, dhe pacienti ja shikon shkëlqimin dhe vitalitetin që në momentin e parë dhe në ditët në vijim. Por nuk është peeling i fortë që shikoni rrjepje tek pacientja. Pra është peeling i dasmave. Ky dhe produkti Mandelik është peeling i dasmave, i thonë në thonjza, wedding peeling. Ka acid laktik, glikolik, retinol. Dhe bëhet një aplikim në fytyrë, në dekolte, dhe pacientja që atë ditë ka një shkëlqim dhe një rivitalizim të menjëhershëm. Gjë që normalisht satisfaksioni i pacientës është shumë i rëndësishëm për ne të gjithë. Pra po aplikoj një peeling dhe pastaj po e ul pacientin që ta neutralizoj në kohën në vijim. Doktoresha, duhet bëhemi gati për Pacientën tjetër, për një periokular filling. Po, mbaruam. Asgjë, e neutralizon ina me gocat këto. Atëherë, po shikoni, ky është Retiflash. Nga vetë emri e kuptoni shumë qartë që do jap një shkëlqim të menjëhershëm. Bëhet në 2 kalime, jo në 1 kalim. Pra, kjo do të thotë që ti e vendos, e aplikon, pret kohën 3-4 minuta dhe bën riaplikimin e dytë 3-4 minuta të tjerë. Neutralizohet dhe pastaj shplahet me ujë. Bravo. Kuptohet përderisa quhet peeling i dasmave edhe dekolteja duhet të shkëlqej. Por e rëndësishme është që produkte të tilla si Retiflashi dhe Mandeliku hodhën poshtë mitin e bërjes së peelingut vetëm gjatë periudhës së dimrit. Nuk është e vërtetë që peeling bëhet vetëm gjatë periudhës së dimrit, mund të bëhet në çdo stin. Duhet zgjedhur mirë, duhet vlerësuar lloji i lëkurës së pacientit dhe duhet zgjedhur patjetër produkti i duhur, por sigurisht produktet ndryshojnë në rastin e peeling jo vetëm nga kompozimi që kanë, por edhe nga koha e qëndrimit në lëkurë. Kështu që të gjithë janë faktorë që duhet i marrim parasysh. Atëherë, mendoj ta përfundoj këtë paciente, një nga koleget e mia do ta neutralizoj dhe ndërkohë do marr të trajtojmë të veçantën tonë, mbarova. Po ta vërejmë pjesa periokulare. Kemi folur në seminarin e parë për trajtimin e veçantë të pjesës periokulare. Folëm deri tani aplikimin e mezoterapive.
sigurisht që të kombinuara japin efekte shumë të mira. Ajo është zonë e vështirë për të trajtuar, gjithmonë. Gjithë problemi është të krijosh eksperiencën për të hyrë me kanjul sa më thellë e mundur. Kjo kompani ka një produkt që quhet periocular filler, i cili vjen në formën e një filleri në peshë molekulare 15 mg, cross-linked, pra që nuk mban shumë ujin, dhe kjo është e veçanta. Nga ana tjetër, të kapajisur me kanjulën dhe me agen për të cilën ti do duhet të injektosh. Por duhet të injektosh sa më thellë e mundur. Zgjidh pacientin për injeksionet e fillerit tek zona e syve, zgjidh gjithmonë pacientin. Sepse po injektove në mënyrë shumë sipërfaqësore, do kesh edem më shumë nga njëra anë, dhe do duhet që të shkrish të përdorësh acidin hyaluronik. Unë e kam zgjedhur këtë paciente që ka nevojë për aplikimin e fillerit në këtë zonë. Po ta shikoni. Produkti e ka vetë edhe kanjulën, që është një favor shumë i madh në fakt, kur brenda paketimit ne gjejmë dhe kanjulën që rekomandohet nga kompania që të përdoret. Sepse kështu i shmangim vetes telashin e eksperimentimit me kanjula të ndryshme derisa të gjendet ajo idealja për të njëjtin produkt. Ka kanjulën edhe agen. Dhe me thonë, ta jep mundësinë e injektimit me të dyja opsionet. Pavarësisht se cili prej nesh zgjedh si të përdori kanjulën por syve apo të përdori agen. Parapëlqej kanjulën faktikisht që të jem safe. Është më e sigurt. Asnjëherë nuk je 100% i sigurt, por gjithsesi në rastin konkret parapëlqej kanjulën. Është 25 gauche. 25 për zonën e syrit, pra për zonën periokulare dhe për tir trafin është idealja. Është konsiderohet shumë e pëlqyer edhe për pjesët e tjera të fytyrës. Kanjula gjithmonë në qoftë se do takoj me një vazë gjaku, jo detyrimisht në fakt, nuk ka asnjëherë 100% kornizim në mjeksi, të sigurt, duke qenë se e ka tendencën, ka majën e vet të rumbullakosur, kur është blant, kanjula që quhet, bën rrëshqitje kur bie në kontakt me vazën e gjakut, pra nuk e depërton, nuk e shpon sikurse e bën agja. Megjithatë, diskutimi që bëhet gjithmonë është sa duhet anojmë nga siguria edhe sa duhet anojmë nga efikasiteti. Bëhen pak nga pak, fitohen me përvojën, me kalimin e kohës. Ngriu vetëm një minutë. Vetëm një foto. Njëri nga ju, një foto tani që është e pastruar, ju lutem. Që shikosh diferencën para dhe pas, ju lutem. Hajde Solja, bëj shpejt një foto. Pra e shikoni që ka nevojë. Kam zgjedhur paciente që ka nevojë, nuk është paciente e mezoterapisë. Dhe do dua të futem që të realizoj një mbushje të kësaj zona. Do aplikoj portën e hyrjes. Ju e ndjeni kur depërtoni. Është paciente e qetë, sepse është paciente që ma njeh dorën. Dhe shikoni ku jam. Shikoni ku jam. Gjithmonë ndiqni majën. Në kantusin medial të syrit. Dhe ndërkohë do tentoj të jem sa më thellë, në mënyrë që kur të injektoj të jem thellë. Nuk parapëlqej të injektoj shumë. Injektoj në mënyrë retrograde, pak, dhe lë një sasi produkti për rivlerësim. Pse lë sasinë e produktit? E lë sepse nuk dua edem në atë zonë.
Më mirë bëj retouch se sa shkri. Sa më thellë është më mirë. Gjithmonë i ruhemi në fillerin rreth e rrotull syve, i ruhemi atij që quhet tintëll effect. Aplikimi në sipërfaqe i fillerit bën reflektimin blu të dritës. Mund ta afrosh shikoj diferencën. Të fotografosh që si ka qenë dhe si është. Ndërkohë nuk e kam përfunduar. Kam aplikuar 0.5 unite. Që janë mjaftueshëm për Totalisht dhe në rastin konkret, më thënë është mjaftueshëm. Edhe portën e hyrjes, tentoj ta kem të thellë. Aty ku dua të futem. Shikoni ku jam? Këtu, në mes? Tash jam në kantusin medial. Bën aspirim doktoresha kur punon me zonën? Nuk aspiroj të zona e syrit, jam e sinqert. Aq më tepër nëse jam me kanjol. Duket sikur është zonë delikate, në fakt është zonë shumë e sigurt. Glabela, që në pamje të parë juve ju duket zonë shumë e sigurt, këtu nuk injektoj filler asnjëherë. Gjithmonë botulinën ose në raste të tjera mundohem me këto produktet me acid hyaluronik pesh molekular më të vogël. Mbarova. I rekomandoj të përdor akull, nuk i rekomandoj që të pi alkool dhe të haj ushqim të kripur ditën e parë, por dhe në ditët në vijim. I rekomandoj një krem posaçërisht të kësaj kompanie me retinol, që është për këtë zonë dhe kremin e diellit gjithmonë. Besoj që mbaroj. Keni pyetje për doktoreshën? Faleminderit, të ngrihesh klinika. Në disa raste mund të bëj dhe këtu riaplikim të mezoterapisë, sepse po të shikosh produkti që kam hedhur, nuk ma ka realizuar trajtimin 100%. Kështu që çfarë bëj? Hedhe 2 pika mezoterapi, i bëj dhe një peeling për rreth syve dhe jam e kompletuar me pacienta. Dakord? Faleminderit. Atëherë, unë ju falenderoj që ishit prezent, falenderoj kolegën, falenderoj Oriona Sheun, Kjo Elling dhe kolegen time, miken time të shtrenjtë. Jeni të mirë pritur në qoftë se ju keni ndonjë pyetje, ndonjë sugjerim, çfarë do lloj gjëja, edhe te stenda si për e mezoestetik. Shpresoj të takohemi në evente të tjera, pse jo në trajnime të tjera. Të mirë pritur. Mirupafshim. Thank you. Thank you so much.